Përshëndetje të dashur miqë, ja ku po ritakohemi sërish në emisionin Gjurmët, si çdo ditë tjetër nga ora 15:00 jemi bashkë me ju, jemi pranë ekraneve tuaja për t'ju sjell një temë tjetër çdo ditë dhe për t'ju mbajtur të informuar mbi të gjitha. Dhe në fakt sot do të hyjmë në shtëpitë të gjithëve pa dallim, sepse pothuajse të gjithë kanë fëmijë në shkolla, të gjithë kemi qenë në procesin edukativ arsimor dhe kemi dalë nga to. Mirë, po do flasim për ca ndryshime, për ca le të themi kështu reforma ti quajmë, për të cilat flitet vetëm një kohë pak më të gjatë dhe për të cilat shohim se ku jemi. Bëhet fjalë për transformimin apo kalimin nga mësimi në 2 ndrime në mësim në 1 ndrim, që nënkupton të gjithë nxënësit në një shkollë të shkojnë në shkollë në të njëjtën kohë, të jenë në të njëjtin ndrim, dhe të flasim në këtë drejtim se cilat janë ato aspektet pozitive, cilat janë përfitimet, deri ku është ky proces e kështu me radhë. Me mua këtu në studio e kemi Lulzim Aliun, i cili është edhe zëvendës ministër në Ministrinë për Arsim dhe Shkencë. Përshëndetje, mirë se na erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që nëpërmjet emisionit tuaj bashkëbisedojmë me ju, por edhe me shikuesit e emisionit tuaj. Ashtu siç e përmendet, tema e arsimit thuajse e prek çdo shtëpi, pa dallim nëse në çast kanë nxënës, kanë fëmijë që ndjekin mësimin ose kanë qenë vetë, por tema e arsimit besoj se është prezent thuajse te çdo shtëpi. Ka diçka, pavarësisht që unë nuk jam larguar shumë nga procesi arsimor, ndoshta ka 6-7 vite që unë kam dalë nga shkolla e mesme, mirë po nëse flas me fëmijë pak më të vegjël, e shoh se sa ndryshime kanë në mënyrën se si unë kam kalu procesin dhe si ata e kalojnë, dhe këtu bëhet fjalë për ato ndryshimet, reformat që kanë patjetër gjithmonë aspekt qëllim pozitiv, le të themi. Sigurisht, çështja e arsimit unë do të kisha thënë se është një organizëm i gjallë, organizim shoqëror, i cili pëson ndryshime vazhdimisht, evoluon. Po të krahasoni tani gjeneratën tuaj me ato që janë sot nxënës, vërejnë dallime, por po të krahasoni me gjeneratën time dhe ato përpara nesh, sigurisht se dallimet do të jenë edhe më të theksuara, që është mirë, sipas gjykimit tim, por edhe sipas mendoj edhe vlerësimeve të tjera, vetë faktin nëse dëshiron një shoqëri të zhvillohet, të ecë, duhet të ketë ndryshime. Dhe vetë ajo që ju e përmendet, që e morat si shembull, se fëmijët që sot i takoni e që janë në moshë të shkollës, ato e shohin se ka ndryshime ose dallime prej asaj se si ju e keni ndjekur mësimin, dhe puna e Ministrisë Arsimit është që të jetë në hap me kohën, me zhvillimet e kohës. Jam shumë i bindur se në periudhën kur ju keni qenë nxënës, as nuk është folur për pjesë të inteligjencës artificiale. Sot ajo është pjesë integrale e procesit mësimor. Duam apo nuk duam ne si institucione, vetë nxënësit e zbatojnë, e praktikojnë, dhe unë uroj dhe i përgëzoj për këtë punë që ato po e aplikojnë, teknologjinë dhe zhvillimet teknologjiko-shkencore që janë të kohëve të fundit, por uroj që ajo të jetë për nevoja dhe për qëllime arsimore, edukative dhe ashtu me radhë, dhe të mos keq përdoret. Ne do ndalemi pak edhe te inteligjenca artificiale dhe ndoshta te këto reforma të tjera, mirë po të flasim pak tek mësimi në 1 ndrim. Si erdhi deri tek ajo që të ngritet iniciativa që shkollat që mësojnë apo funksionojnë në 2 ndrime të kalojnë në 1 ndrim? Tani, mendoj se e ndjej se duhet ta shpjegojmë fillimisht për shikuesit tuaj dhe për gjithë ato që na ndjekin, se çështja e të mësuarit në 1 ndërrim është diçka tjetër dhe mësimi tërditor është diçka tjetër. Tendenca e Ministrisë Arsimit në bashkëpunim kuptohet vazhdimisht me pushtetin vendor, pra me komunat dhe me vetë shkollat, është që të krijojnë kushte për mësim tërditor. Për shkak se puna në 1 turn, ajo që ju e përmendet, shkollat që mund të funksionojnë në 1 ndërrim, kërkon krijimin e kushteve hapësinore, infrastrukturore. Dhe realitetin në cilin ne gjendemi në nivel të shtetit, kemi akoma shkolla të cilat nuk kanë hapësirat mjaftueshme, pra nuk kanë klasë mjaftueshme, dhe ato detyrohen që mësimin ta organizojnë në 2 turne. Cikli ulet në 1 turn dhe cikli i arsimit fillor, pra cikli i lartë i arsimit fillor të jetë në turnin tjetër, dhe disa herë ato i shkëmbejnë turnet e tyre, disa paradite dhe disa pasdite, por kjo është vetëm si rrjedhoj e mungesës së hapësirave të mjaftueshme. Dhe atje ku ka pas hapësirë, si rrjedhoj e numrit më të vogël të paraleleve,
shkollat kanë funksionuar me një turn. Pra, veçanërisht në për shkollat periferike, në për fshatrat ku kemi nga një klas të parë, 2, 3 apo deri te 5, të gjithë këto mësimin e kanë ndjekur në një turn, por kanë realizuar orë mësimore asa i kanë pas sipas orarit. 5 apo 6 orë apo 4 orë, varësisht tani sipas orarit, dhe kur kanë kryer orët, atëherë ka përfunduar edhe dita e tyre shkollore. Kjo është mësimi që realizohet në një turn dhe që fatkeqësisht për shkak të mospasjes mundësive në gjitha vendbanimet kemi shkolla me hapësirat mjaftueshme, vazhdojmë që të kemi shkolla që realizojnë mësim në 2 turne dhe shumë pak kanë ngelur, them me gishtat e një dore, më numëron që dikum si mund rrjedhoje e kësaj, realizojnë edhe 3 turne, me atë një turn të ndërmjet. Ndërkaq, mësimi tërditor nënkupton që fëmijët do të shkojnë në shkollë dikun në mëngjes, 7:30 ose në ora 8, dhe do duhet të përfundojnë dhe përfundojnë mësimin apo aktivitetet edukativo-arsimore dikun 15:30 ose ora 16. Pra, gjatë gjithë ditës ato qëndrojnë në shkollë. Pra, jo vetëm që është një turn, por është mësimi tërditor me gjitha ato aktivitetet edukativo-arsimore që duhet të realizohen. Jo vetëm 4, 5 apo 6 ora që i kanë me për orë konkrete, gjuhë, matematike, njohjet mjedisit apo artet, por edhe aktivitetet e tjera jashtë mësimore i realizojnë në shkollë. Dhe tani tendenca e ministrisë të iniciuara, kuptohet nga shkollat, në bashkëpunim me komunat, me pushtetin vendor, kemi arritë që në nivel të shtetit të jenë dikund të realizohet mësim të 150 shkolla, 146 shkolla, e kanë këtë formë të mësimit me qëndrim tërditor. Pra jo me një turn, po me qëndrim tërditor. Dhe kjo nuk nënkupton që e tërë shkolla funksionon sipas këtij modeli. Kryesisht mësim tërditor organizohet për nxënësit nga klasa e parë deri tek e 4-ta, dhe brenda shkollës mund të kemi 1 ose 2 paralele me mësim tërditor. Dhe kjo si rrjedhojë e nevojës që prindër dëshirojnë që fëmijët e tyre të ndjekin dhe qëndrojnë në hapësirat e shkollës gjatë tërë ditës. Dhe mund të keni pastaj paralele tjera, 1 ose 2 paralele tjera, që vazhdojnë me mësimin, them kështu, tradicional, klasik, siç ka qenë më herët, dhe vazhdojnë edhe më tutje. Pse nuk bëhen gjithë klasat? Tani ta parashtrojmë vetë pyetjen. Gjitha klasat me mësim tërditor. Për shkak se kjo kërkon gjithashtu pajisje dhe kushte adekuate që ato fëmijët mund të qëndrojnë gjatë tërë ditës. Nuk do të ishte në rregull me klasën klasike, tradicionale, me bankën edhe karrikën dhe një fëmijë aty të qëndronte prej orës 8 deri në ora 16. Sigurisht se ato kërkojnë të kenë kushte pak më të përshtatshme, që të mund të lëvizin brenda klasës, që të mund klasa të jetë e organizuar në ato këndet edukativo-arsimore, këndi i gjuhës, këndi i shkencës, këndi i artit, këndi i sportit edhe ashtu me radhë, dhe pas përfundimit të orëve të mësimdhënies, pastaj aktivitetet tjera që janë po ashtu shkollore, por ne të themi jashtë mësimore, edhe ato të realizojnë aty. Të kenë kohë edhe për pushim, të kenë hapësirë edhe të mund t'ju sigurohet edhe ushqimi, të kenë kohë edhe për të pushuar brenda këtyre aktiviteteve, gjitha këto duhet shkolla t'i asigurojë. Dhe prandaj nuk mund që tërë shkollat dhe të gjitha paralelet të bëhen me qëndrim tërditor. Uroj që në bashkëpunim edhe me komunat, edhe kuptohet, edhe me Ministrinë e Arsimit, që në të ardhmen të mund t'i shndërrojmë. Mund t'i shndërrojmë me qëndrim tërditor, por kjo kërkon sigurisht fillimisht para infrastruktura shkollore të sigurohet, të ndërtohen objekte shtesë edhe ashtu me radhë. Vetëm do devijojmë në këtë drejtim bisedën vetëm shkurt, a kanë të drejtë të gjithë fëmijët të jenë prezent në mësim tërditor ose vetëm prindërit që ndoshta punojnë, ka ndonjë kriter? Jo. Çdo fëmijë mund të regjistrohet, por kjo them si ndihmes ju vjen prindërve të rinj të cilët janë në punë. Dhe përderisa ato janë në punë, që të mos kenë edhe shqetësimin se ku do të qëndrojë fëmiu i tyre, mund
e kanë edhe për shkaqe të them arsimore, edukative, por edhe për shkaqe sigurie e kanë të sigurt fëmijën që do të jetë brenda shkollës dhe për të kujdeset mësuesja, kujdeset edukatorja ose të tjerët që janë të kyçur brenda asaj. Por kjo nuk përjashton askënd. Vetë prindërit, se fëmijët janë të vegjël, pra e thash janë fëmijë prej klasës parë deri tek e 4 që përfshihen te qëndrimi tërditor, ato s'mund vendosin, po janë prindërit që përzgjedhin se a do ta dërgojnë fëmijën te mësimi tërditor apo do ta dërgojnë te mësim, them kështu, klasik. Për të rikthyer tani mësimit në një ndrim, për të mos e bërë këtë gabimin që ndoshta e bëjmë këtë përzierjen midis mësimit tërditor. Si po shkon procesi, sepse u fillua si iniciativë, si një diçka e re që të gjithë shkollave ose me aq sa kemi mundësi të bëhet, si po shkon ky proces? Tani kjo nuk është risi, por është promovuar mbase tani kohën e fundit më tepër, si rrjedhoi që ka lind nga nevoja dhe kërkesat që i kanë prindërit edhe shkollat. Por ju mund të jeni sigurisht keni njohuri që edhe më herët në shkollat caktuara ka funksionuar ky lloj organizimi të mësimit, pra me qëndrim tërditor. Edhe në shkollat e komunës të Çajirit, të Butelit, të qyteteve tjera ka pasur paralele caktuara, pra jo e tërë shkolla, por 1 ose 2 paralele ka pas ku mësimi është realizuar gjatë tërë ditës. Por ideja është me që mendojmë se benefiti ose përfitimi i rezultati do të jetë më i lartë, rezultati them në përvecimin e dijeve, në edukatën e tyre, në zhvillim të kompetencave të caktuara që mund zhvillohen brenda sistemit edukativ arsimor, mendojmë se do të rritet më tepër tek ato fëmijë që ndjekin këtë lloj mësimi të qëndrimit tërditor. Dhe prandaj edhe ne po e kemi promovuar dhe insistojmë që në për shkollat ku ka mundësi ta zbatojnë, ta implementojnë. Dhe atje ku nuk ka pas deri tani mundohemi t'i krijojmë kushtet. Pra, edhe ne si ministri, por kuptohet, gjithmonë në bashkëpunim me komunën, edhe me drejtorinë, me shkollën atje, se nuk mund ministria t'ja imponojë një shkolle, nëse drejtori edhe komuna nuk kanë gatishmëri për ta zbatuar. Edhe pse në aspekt të kuadrit mësimor nuk ka asnjë prekje dhe asnjë ndryshim, vetëm tek organizimi, për shkak se aty do duhet që të kyçen më tepër mësimdhënës, më tepër kuadër arsimor që do duhet ta mbulojnë këtë orën prej 8 deri në ora 16 që do duhet jenë prezent. Po besoj se me kalimin e kohës do arrim që në çdo qytet dhe në çdo shkollë ta kemi spaku nga një paralele me qëndrim tërditor. Po, sa i përket pjesës tjetër, ku qëndrojmë në atë që ndoshta shkollat shkollat fillore flasim gjithmonë, të mos funksionojnë me 2 ndrime, po të shkolla të shkon për shembull nga ora 7 e gjysmë deri në ora 1 të jenë dhe pastaj shkollat të mos funksionon ndoshta. Ajo kërkon krijimin e kushteve dhe ne dimë se ballafaqohemi me objekte shkollore, them shumë të vjetra, kemi objekte të reja të cilat janë ndërtuar, që janë në fazë të ndërtimit, por kemi edhe objekte shkollore që janë ndërtuar, them, menjëherë pas luftës së dytë botërore, që janë shkolla 70 vjeçare, 80 vjeçare, dhe po t'i shihni ato, i kanë 4 klasë ose 6 klasë, ndërkaq vetëm nga e para deri te e 9, po t'i ishin nga një paralele janë 9 klasë. Por kemi shkolla ku kemi nga 2, nga 3 ose 4 paralele, kemi shkolla ku mësimi realizohet në 2 gjuhë, 3 gjuhë edhe ashtu me radhë, dhe çdo njëra prej këtyre kërkon që të ketë klasë të veçantë. Tani, imagjinoni që të kemi nga një klasë prej të parës deri tek e 9, por në 2 apo 3 gjuhë, gjuhë shqipe, gjuhë maqedonase apo gjuhë turke, dhe po t'i shumëzojmë me këto 9-27 hapësira nevojiten vetëm që të na shërbejnë si klasë, që i bie se duhet të jenë objekte të mëdha dhe brenda mund pastaj të transformojmë punën e tyre në një turn. Tendenca është dhe ministria vazhdimisht ndan mjete, por besoni që nuk mund të arrijnë gjithë njëkohësisht mbulon. Sigurisht se edhe komunat kanë prioritete dhe ato mundohen dhe investojnë në infrastrukturën shkollore, por akoma kemi edhe shkollat vjetra. Dhe derisa të ndërtohen shkollat të reja ku do t'i përfshinin gjithë nxënësit njëkohësisht,
atëherë do të krijoheshin këto kushte që të mund të funksiononin në një turn. Deri atëherë i bie që ta organizojnë në 2 turne. Fatmirësisht që më herët kemi pas edhe me 3 turne, por kjo është të i kaluar. Fatmirësisht them për nxënësit dhe për punësuarit atje, edhe pse pas kësaj qëndron një fakt që nuk është shumë i këndshëm për ne, është rënja e numrit të nxënësve. Pra, numri i nxënësve viteve të fundit ka rënë, po të krahasohet me gjeneratën tuaj, me gjeneratat e më hershme, ka një dallim shumë të madh të numrit të nxënësve që ka rënë dhe si rrjedhoja e saj është relaksuar dhe janë bërë 2 turne. Unë nuk uroj që të bie ky numër, por punojmë që të krijojmë kushte, të mund të ndërtojmë objekte, e brenda atyre objekteve pastaj ta transformojmë mësimin në një turn. Cilat do të ishin ndoshta ato përfitimet më të mëdha që nxënësit, po edhe mësimdhënësit që punojnë, do t'i merrnin nëse do të hiqeshte turni i dytë i funksionimit, dhe gjithë shkolla do funksiononte në një turn? Besoj se përfitimet edhe dobia do të ishte në shumë drejtime. Në shumë drejtime, unë primare dhe parësore do të kisha thënë është përfitimi në aspektin e rritjes së nivelit të dijes që mund të marrin nxënësit. Periudha që ato do të qëndrojnë në shkollë tek qëndrimi tërditor, një ndërrim më tepër e nënkuptoj me qëndrimin tërditor, ata atje përpos mësimeve që do të ndjekin, në periudhën që qëndrojnë në shkollë do të mund të realizonin edhe detyrat tjera, do të mund të realizonin aktivitetet tjera, do të kishin kohën për të lexuar edhe veprat them kështu letrare për moshën që janë adekuate për to. Kjo do të ishte fillimisht dobia e parë për këto fëmijë. Pastaj, shoqërimi dhe socializimi i këtyre fëmijëve, edhe ai do të ndikonte në krijimin them të personalitetit të çdo fëmije. Pse e them këtë? Pse nëse i analizojmë dhe e shohim realitetin sot, fëmijët kur nuk janë në shkollë, janë në shtëpi dhe ato kryesisht mbyllen brenda shtëpisë dhe qëndrojnë përpara pajisjeve elektronike, qoftë të jetë celulari, tableti apo laptopi, dhe shumë pak komunikojnë bile edhe me anëtarët e familjes, e jo siç ishte më herët të dalin e të luajnë e të komunikojnë me fëmijë tjetër. Derisa do të qëndrojnë të shkolla bashkë, besoj se do të rritet ai socializimi midis vetë moshatarëve, midis fëmijëve. Pastaj ka edhe përfitimin ekonomik për vetë institucionin e shkollës. Në qoftë se do të duhet që mësimit të organizohen në një turn, sigurisht ai turni i dytë që i bie të jetë pas dite, aspekti i kursimit ekonomik të energjisë elektrike, i nxehjes edhe ashtu me radhë, edhe kjo është një e mirë se ato mjete do të kursehen dhe do të investohen në përmirësim të kushteve të shkollës dhe të punës aty brenda në shkollë. Besoj se ka më tepër përfitime, por fillimisht kërkon një investim që të krijohen kushtet për të punuar në një turn për të realizuar mësim tërditor dhe pastaj përfitimet do të ishin qoftë për nxënësit, qoftë për mësimdhënësin ose për udhëhecit e institucioneve të shkollave. Me atë sa po kuptoj në të dy rastet, edhe në mësimin tërditor, por edhe në kalimin në një ndrim te mësimi klasik, le të themi kështu, kërkohet rritje e kapaciteteve. Sigurisht që po, duhet edhe tani brenda ministrisë ne vazhdimisht përpos që kemi pjesa më e madhe e buxhetit e fondit me cilin disponon Ministria e Arsimit, në qoftë se i analizoni tani është kjo çështja e buxhetit për vitin e ardhshëm dhe Ministria e Arsimit rangohet vazhdimisht e ministri që ka buxhet më të madh. Brenda saj, kur t'i shohim ato zërat, shumica e atyre mjeteve ndahen për pagat e mësimdhënësve. Dhe një pjesë e caktuar ngjelet për të investuar në infrastrukturën dhe në krijimin e kushteve. Por kjo nuk është e mjaftueshme. Ne si shtet sigurisht se duhet të arrisim përqindjen që ndahet për Ministrinë e Arsimit dhe në kuadër të këtij buxheti pastaj të ndahet dhe të rritet edhe pjesa që do të krijonte kushte më të volitshme. Tani, përpos Ministria e Arsimit këtë punë duhet ta bëjnë edhe komunat. Për shkak se edhe ato mund të vjelin mjete, qoftë nga buxheti, qoftë nga
fondet e ndryshme që i ka qeveria, por edhe nga donacione dhe nga nisma të ndryshme, e të mund t'i vënë në shërbim dhe në interes të shkollave. Dhe besoj se e bëjnë. Dikush më tepër dhe dikush më pak, por edhe vetë kryetarët e komunave ose vetë pushteti vendor kanë interes që të investojnë e të ndërtojnë për shkak se atje punojnë ose ndjekin mësimin fëmijët tyre. Kemi ndoshta një afat, le të themi kështu, të parafort, sepse nuk mund ta dim me një datë caktuar, por kur ndoshta pritet që shkollat ta kalojnë këtë tranzicion, të kalojnë në mësim tërditor ose të menjanohet ndrimi i dytë, kemi diçka ose ende lëm procesit? Kjo është procesi i cili rrjedh. Kjo është procesi i cili rrjedh dhe nuk mund të licitojmë me afate, se mund të zgjatet, pastaj është ashtu siç e filluam edhe në emision, kjo është organizëm i gjallë, është proces i gjallë që ndoshta diku ne mund të investojmë ose kemi synim për të ndërtuar shkollë me një kapacitet më të madh dhe nesër ndodh që në atë fshat pastaj mos kemi nxënës. Kemi pas raste ashtu një fshat tani veç po e përmend si shembull në komunë Kërçovës, në një prej fshatrave, para disa viteve u ndërtu një objekt i madh shkollor, 35 klasë i ka brenda, a komplet shkolla i ka dikun të 37 nxënës. Kjo si pasojë e migrimit. Si pasojë e migrimit, e rënies numrit, ajo është shkollë periferike e që u bë një investim shumë i madh. Fillimisht për Ministrisë së Arsimit, por edhe për mjetëve të komunës, për donacioneve të bashkëfshatarëve atje, dhe sot që ajo shkollë mund të ngjelet nga një nxënës në çdo klasë, por s'funksionon. Pra, krijojmë kushte jo për një tërditore me një turn, por realisht sot atje kemi numër shumë të vogël të nxënësve. Dhe prandaj nuk mund të licitojmë me afate se kur gjithë shkollat do të bëhen, se dikun mund të bëhet edhe si rrjedhoj e zvoglimit numrit nxënësve, por dikun bëhet edhe si rrjedhoj e përmirësimit kushteve, krijimit kushteve, ndërtimit të objekteve shkollore dhe pastaj ato vetë do ta transferojnë punën në një turn. Të kalojmë pak edhe le të qujmë kështu edhe reforma tjera, përmendëm në fillim inteligjencën artificiale, smart tabelat, përdorimi i teknologjisë për gjatë mësimit, si shohim zhvillimet në këtë drejtim? Por unë mendoj se edhe në këtë drejtim procesi edukativ arsimor ka ecur dhe është zhvilluar. Këtë jo vetëm si eksponent them tani i ministrisë, por procesin arsimor jam thuajse 25 vite, qoftë në arsimin fillor, rreth 20 vite tani në arsimin e lartë, por edhe atje prodhojmë kryesisht kuadër mësimdhënësish në fakultet ku jam, dhe zhvillimi, them, edhe i shoqërisë, rritja e mirëqenies, e standardit jetësor, teknologjia, detyrimisht implementohet dhe gjen zbatim edhe në procesin mësimor. Kjo gjykoj se është një lehtësim dhe një avancim për tërë procesin arsimor, deri në atë masë sa përdoret për qëllime arsimore dhe për qëllime dobishme ose kulumtuese edhe ashtu me radhë. Duhet ta kemi një kontroll, duhet pra qoftë familja, qoftë mësimdhënësi, qoftë institucioni, se çfarë përdoret, për çfarë shfrytëzohet edhe vazhdimisht ai të jetë për qëllim edukativ arsimor. Në këtë proces sigurisht se kërkohet ndihma edhe duhet funksionojë ai trekëndshi pedagogjik. Pra, kërkohet ndihma edhe e prindërit. Nuk mund vetëm mësimdhënësi ose vetëm shkolla ta ketë përgjegjësinë e plotë edhe tërë dhe prindëri ta lojë dhe ta anashkalojë dhe të mos ta kontrollojë as pak prindëri. Por implementimi i teknologjisë informative kompjuterike edhe i gjitha aplikacioneve të reja dhe këtyre aplikacioneve që janë tani të kohës, besoj se e lehtësojnë dhe i ndihmojnë dhe i rrisin rezultatet e përvetësimit të dijeve që i ka në fëmijët, që i marrin nxënësit qoftë në arsim fillor, të mesëm, por edhe në atë superior. Në qoftë se më herët është dashur që të presish ose të shkosh deri diku të larg për ta marrë një tekst, një libër, një enciklopedi, sot vetëm me një klikim, vetëm me një qasje në internet mund të kesh informata shumë të bollshme. E lehtëson edhe aspektin të material, po edhe aspektin e kohës edhe ashtu me radhë. Ora mund të jetë shumë më tërheqëse, edhe të jetë më
produktive, kur ajo përpos ligjerimit verbal dhe tradicional që ishte, kur ajo do të gërshetohet brenda saj edhe me prezantimet, edhe me platformat digjitale të cilat do t'i shfrytëzojë mësuesi. Por kuptohet si Ministria e Arsimit, por edhe si institucione arsimore në programet studimore parashojmë kryesisht përmbajtje të tilla që të aftësohen mësimdhënësit për përdorim të teknologjisë. Mendoj se në fillim të këtij viti shkollor, 2025-26, nëpërmjet Byros për Zhvillim të Arsimit, u realizuan trajnime për mësimdhënësit që të mund ta implementojnë përdorimin e inteligjencës artificiale. Tani, atë çfarë dikush ose më herët duhet humbte shumë kohë për të shfletuar, për të hartuar tekste, për të gjetur informata, sot nëpërmjet kësaj platforme e ka shumë më të thjeshtë dhe shumë më të lehtë. Por a e kryen ajo gjithë punën? Sigurisht që jo. Ka nevojë që sërish mësuesi ose nxënësi t'i rikthehet asaj, ta lexojë, ta përpunojë dhe pastaj ta ketë si produkt final. Por e lehtëson jashtëzakonisht procesin e përvetësimit njohurive. Ministria insiston që të vendoset ajo në zbatim dhe të mund ta implementojnë edhe nxënësit dhe për këtë nevojë edhe u realizuan ato trajnime në fillim të vitit shkollor. Fatkeqësisht ose fatmirësisht, nuk di ta prej kështu me thikmir, po shumë nxënës që përdorin inteligjencën artificiale për të bërë detyrat e shtëpisë. Nga ana tjetër, ndoshta kemi profesor dhe mësimdhënës më të vjetër në moshë që me të drejtën e tyre nuk janë në hap me zhvillimet e teknologjisë. A mendoni që ndoshta duhet bërë një rifreskim i mënyrës se si funksionojnë shkollat për t'u përshtatur zhvillimeve teknologjike, ose ndoshta ndalimi telefonave në klasa, diçka e tillë? Tani, masat të tilla restriktive ose të ndalesave nuk jam i thtarë që duhet të bëjnë. Nuk duhet shkuar nga një ekstrem në tjetër. Prej njërit ekstrem në ekstremin tjetër. Tani, edhe pjesa tjetër edhe e mësimdhënësve, unë i kuptoj ato cilët janë më në moshë dhe ndoshta nuk janë në hap me gjitha zhvillimet që ndodhin. Por megjithatë edhe ato duhet të bëjnë përdor një këtë fjalë të teknologjisë, një farë upgrade. Edhe ato duhet një përditësim të dijeve që ka. Pra jo një mësimdhënës i cili është punësuar përpara 30 viteve dhe të ngelet në të njëjtin stadium të dijeve dhe të aftësive që ka si përpara 30 vite. Për shkak se edhe bota ka ndryshuar dhe shoqëria ka ndryshuar kaq përpara, por edhe fëmijët sot janë të një niveli dhe një stadiumi tjetër të përdorimit këtyre teknologjive. Prandaj edhe mësimdhënësit duhet që ta përditësojnë vetveten me njohuri dhe me zhvillimet e reja. Çështja e detyrave që ju e përmendët, tani në qoftë se mësimdhënësi i formulon detyrat në atë formë që ta vërejë kreativitetin dhe dijet që i ka nxënësi, do ta gjejë formën. Do ta gjejë formën se si mund t'i parashtrojë ato detyra, edhe duke i u lënë të drejtën që ta shfrytëzojnë edhe teknologjinë. Por rezultatin që do të nxjerrin ose mënyrën se si do ta zgjidhin detyrën, përsëri duhet ngjelet tek zhvillimi i aftësive kognitive ose racionale që i ka fëmiu. Inteligjenca artificiale ka qasjet e burimi më i madh i informatave që i ka, dhe ato vetëm i marrin dhe i nxjerrin, por mënyrën se si ato formulohen ngjelet ai i cili e kërkon atë informatë aty. Dhe nëse këtë njohuri e kanë mësuesit, atëherë din ta dallojnë nëse është një copy-paste prej ChatGPT-s, apo është një tekst i hartuar vetë, apo është një detyrë zgjidhur individualisht prej çdo nxënësi. Kuptohet kjo është një sfidë edhe për mësimdhënësit, edhe për nxënësit, por edhe për ne si shoqëri. Vazhdimisht do të ketë tentativa të tilla, e shoh unë edhe në fakultet, po edhe në punë, që gjendet rruga më e lehtë. Nxënësit vazhdimisht do tentojnë gjejnë rrugën më të shkurtër dhe më të lehtë nëpërmjet atyre përshkrimeve, kopjimeve, detyrave të gatshme, por është betejë tjetër e sfida tjetër e mësimdhënësit që vazhdimisht mund t'i nxjisë tek këto kreativitetin dhe
idetë që do të lindin dhe mendimet që do të burojnë nga vetë nxënësi dhe ta luftoj ose ta parandaloj këtë përshkrimin, vjedhjen, kopijimin edhe ashtu me radhë. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit, në fatkeqësisht edhe pse tema është shumë e gjerë dhe mund të vazhdojmë të bisedojmë, minuta televizive kaq na lejojnë. Faleminderit shumë për kohën dhe që ishit pjesë e emisionit. Ju faleminderit juve për ftesën, për mundësinë që të flasim ashtu siç e thatë edhe e përmendën në fillim, për arsimin është pjesë e çdo shtëpie dhe çdo kush mund të flasë dhe mund të jap mendime dhe qasjen e tyre. Ju faleminderit edhe një herë.